ka gjasa që Spiropali t'i krijoj probleme Ramës vërtet tani të themi një gjë tjetër. Se hajde, dakord, jemi dakord me se cilit mbaj mendimin e vet. Unë mbaj timin, ti tendin me radhë. Po ka gjasa që të krijoj probleme Ramës? Dhe a ka të tjerë që mund të bashkojnë të këto që dëgjojmë të Spiropali deri tani se thonë jo Braçja ka njerëz të tjerë që do dalin e të gjithë. Siç fritet në Shqipëri, ju kafenesh. Ju keni një mendim? Kjo do të thoshë një mendim. Thuaj një mendim. Tani, unë kam folur para 2 javësh në studion tuaj dhe nuk i heq kam qenë shumë ashpër ndaj zonjës Spiropali dhe nuk i heq asnjë presje asaj çfarë kam thënë. Pra i qëndroj fjalë për fjalë që normalisht zonja Spiropali reagoi në momentin që u larguan nga qeveria dhe patjetër ju prishën interesat e veta. Megjithatë, në një moment ndaj të njëjtin qëndrim me Preqin që sa i përket fakti që ajo nuk ju bashkua votimit për zonjën Balluku është akt politik. Megjithatë, moralisht zonja Spiropali nuk ka çfarë na thotë, sepse ne dim shumë mirë që ajo ka legitimuar në 14 vjet të gjitha aferat, korrupsionin, maskarallëqet që kanë ndodhur brenda Partisë Socialiste. Megjithatë, fakti që po flet... Të gjitha këto nuk të thotë që ajo s'ka të drejtë të bëjë këtë problem. Fakti që po flet, ajo ka gjithë të drejtën e vet, të flasë dhe të na tregoj pikërisht atë pjesë që ndoshta ne nuk e njohim në thelësi brenda Partisë Socialiste. Ama gjëja që do duhet na dëshmoj zonja Spiropali, meqense e ka nisur këtë betejë, të na tregoj deri ku do shkoj, pra të trimërohet dhe të na tregoj atë anën më të errët të Partisë Socialiste që ne nuk e njohim, sepse ne njohim vetëm një pjesë të asaj anë. Po të tregon të errët do të vrasë veten. Jo, ato ne nuk e dim. Por të flasim me fakte. Pra, nëse zonja Spiropali do t'i bëj... Po, këtë po them, pra, këtë po them. Në qoftë se zonja Spiropali do t'i bëj një interes, do t'i bëj një shërbim të madh Shqipërisë, do duhet të na flasi për ato mbledhjet me dyer të mbyllura, ku Edi Rama i trajton antarët e Partisë Socialiste si lecka, si njerëz pa dinjitet, si njerëz që ai është zoti dhe të tjerët janë milingona, dhe do duhet të na tregoj ato aferat të cilat realisht janë përfolur, por asnjëherë nuk ka patur prova të dukshme për to. Dhe unë do t'isha krah Elisa Spiropalit nëse do të bënte këtë gjë. Pra nëse Elisa Spiropali do të shndrohej jo një e penduar drejtësie, se unë nuk e di nëse zonja Spiropali personalisht nuk kam një të dhënë që të ketë dyshime për një vepër penale dhe duhet të jem korrekt me këtë, por të shndrohet një e penduar për opinionin publik dhe të rrëfej anën e errët. Dhe këtu patjetër mendoj që do të bënte një shërbim të madh Shqipërisë. Por nëse do dalë të na vajtoj që te biznesi i saj vajtën ca tatimor, qofshin të Belindës apo të Ramës, për mua nuk ka rëndësi, mbetet thjesht një vajticë e vogël që nuk ka asnjë vlerë. Kështu që këtë qëndrim ndaj. Ke drejtë është kjo thua ti. Ja, po patjetër, po ndërkohë, ti t'i shtojmë edhe kësaj presh dhe thua ti. Nëse Rama tani e përjashton Spiropalin, ka lind një pyetje ku shumbet. Se këtu në këtë rast u mbet Rama, për shka u kemë që ta përjashtoj, se na kthej Spiropalin në heroin përjashtuar. Dizidente pra, u tha. Këtu vërtetohet pastaj. Si thua ti tani? Nëse u mëndrohna me bë analizë politike edhe legjitimimin e Partisë Socialiste me gjitha këto që përmendi Klodi, themi edhe unë edhe Bushati edhe të thonim edhe ti thua, thellë ka bërë votusin, të me thënë, mos i konfondojmë të gjëra. Mos i angarkojmë një njeriu që guxojmë me fol dhe kjo e pas ka legjitimu. Është legjitimu me votë. Pavarësisht se këtu janë ekspozu skandale etj vazhdon. Jo, Preqi, unë thash diçka tjetër. Thash që zonja Spiropali ka qenë njeri i brendshëm dhe di gjithçka ka ndodhur pas perdes dhe në prapasken. Dhe ky është shërbimi më i madh që mund t'i bëj vendit, duke treguar anën e tij. Po a do t'i bëj një shërbim? A do t'i magjari i Shqipërisë? Prandaj nxjerr kafe në televizion. Kjo është gjëja. Se nëse flasim pastaj për histori që unë ankohem për tatimet, është një muhabet tërësisht personal. Interesi qytetarëve. Nëse i vjen tani. Nuk është personale. Nëse i vjen tani, si kanë vajtur përpara. Nëse ka probleme dhe i vjen tani, ka të drejtë ankohet. Absolutisht është e gabuar, po kjo ka ndodhur jetë e mëdha. Janë goditur, absolutisht bie dakord Bushat, nuk po i heq asnjë presje. Unë po them që ajo ka në dorë për t'i bërë një shërbim. Si hoqë presje dhe atyre që kishe thënë para 2 javësh. Asnjë more, nuk e heq unë, do t'i përsëris prapë. Absolutisht.
Për mua ajo po e bën sot se është larguar dhe nuk ka bën benefite, po përtej kësaj, ka sot në dorë shumë çka për dhënë në shërbim të qytetarëve. Kurse ti angarkon gjithë legjitimimin e pushtetit që ja kanë dhënë. Nuk janë ngarkova ato prej tani se po e keq interpreton. Analiza ka shumë. Nuk po ja. Pra, edhe për këtë që Klodi e thot si kritik, pra që Spiropali foli se u hidhrua nga heqja, Partia Edi Ramës ne na ka mësuar, mbani mend hoqi 20 deputet Edi Rama. Ata i qeshin dhe thoshin, falenderoj Edi Ramën për mundësitë e mëdha që na... Pra, aty është bërë servilizmi është kthyer në karagjozlik dhe njeri që në mënyrë hipokrite, si në këtë rast, se ndihet e hidhruar, guxon të thotë sa gjëra, për atë parti është një lloj shkalle. Pavarësisht nga respekti që kam unë për Elizën. Nuk mund ta dim, sepse ne analizojmë ç'a ndodh. Por nëse ndodh gjë tjetër, nuk. Ajo është fal pastaj. Ne na ke thirrë për të analizuar letrën e fundit. Po edhe treq. Por, pra nuk e dim. Nuk e dim. Unë kuptoj që ajo kërkon ta zhvillojë betejën. Me shndodh këtu preç, këtu ke drejt shumë. Me shndodh në vendin ku jeton. Po lajmi nuk është e Elisa, lajmi është e Rama në historinë e Elisës. Unë kuptoj që ajo do ta zhvillojë betejën në Partinë Socialiste. Dhe a do ketë hapësirë në Partinë Socialiste apo jo? Kjo është një çështje e Partisë Socialiste, nuk është më e Elisës. Apo jo? Edhe kjo që thot Klodi... Ne dhe tani po flisim për të njëjtën gjë, po ke djathta, ke Sali Berisha, dhe po i binim Sali Berishës pëse s'hap garë. Apo jo? Se këtë ma tanë Edi Rama, po nuk është fare ngarë. Thjesht një zë është shumë më ekstrem se sa ajo që bën Sali Berisha. Shpjeguar një kryeministër që sillet si dashnori të tradhtuar. Kjo është çështja reale e historisë Spiropali. Jo, atë nuk e dim ne, por që Figurativisht. Pa dyshim. E tha si metaforë. Unë se di. Metafore kishe, sa i nuk di këto gjëra dhe i zban pishën e gjërave. Jo, mi më e hodhi këtu në tavolinë. Hodhi në tavolinë, si metaforë tani. Unë analizoj... Metafora flet njeriu. E analizoj si lëvizje politike. Frymëzoj foto. Po ka në dorë pra ta bëj televizje politike, këtë po themi. Më në fund, edhe Klodi ora dakord. Po ka në dorë ta bëj pra. S'mund ta bëj me statuse në Facebook. Ka në dorë ta bëj. Shi ti prit me këto dimos. Jemi duke pritur more se nuk vendosim nesër. Nëse din që të bëj, por ne analizojmë çka ka bë. Edhe duhet jemi... Kemi dhe një moment për këtë pjesë. Se mendojmë si ajo. Se i harxua minutat, kemi minutat e fundit të kësaj pjese. Taulan Balla ka bërë një përplasje shumë të rëndë sot me vendrin e doktorit. Shkoi Taulanti, bëri rrëfim në SPAK, ka bërë kallëzimin për doktorin, dini gjire gjatë tani, Klodi do të na rrëfej për këtë gjë, që ndodhi sot në seancë, erdhi zoti Balla, dhe gjitha, erdhi Dhendri, ti ishe më aktivi aty, i kapet të gjitha të avokatët, i mbërtheve aty jashtë, nuk u le pyetje pa berë, po këte po të them pra. Nuk u le pyetje pa berë, tani na konkludo dhe na thuaj ç'ishte kjo që bere Klodi dhe ç'ndodhi aty.